Në prag të ndeshjes Serbi-Shqipëri që do të luhet nesër në stadiumin Dubočica të Leskovcit, mediat serbe raportojnë për masa të rrepta sigurie dhe për tentativa nga tifozët shqiptar për të siguruar bileta për sfidën. Gazetari i Sport Klubit, Branko Spasojevic, duke folur për televizionin N1, tha se biletat për këtë ndeshje nuk kanë qenë në shitje të lirë, por janë shpërndar në mënyrë të kontrolluar përmes Federatës së Futbollit të Serbisë dhe klubeve lokale. Biletat nuk ka qenë në shitje, ato janë shpërndar nga federata dhe organet rajonale të futbollit, më pas klubeve dhe tifozëve të përzgjedhur. Megjithatë ka pasur seriozisht zëra se disa bileta janë kërkuar dhe ofruar nga tifozët shqiptar në jug të Serbisë, konkretisht në Vranj dhe Bujanovc, ku dyshohet se është tentuar shpërndarja e tyre, deklaroi Spasojevic. Sipas tij, autoritetet serbe janë në dieni të këtyre përpjekjeve dhe kanë marrë masa të forta kontrolli. Federata e futbollit e Serbisë ka sqaruar se policia zotëron informacionet përkatëse dhe do të bëjë maksimumin për të shmangur çdo incident. Biletat janë të personalizuara dhe askush nuk mund të hyjë pa dokument identifikimi, shtoi ai. Kjo do të jetë ndeshja e parë midis dy kombëtarëve në territorin serb që nga përplasja e famshme e vitit 2014 në Beograd e ndërprer pas incidentit me dronin dhe dhunës së huliganëve serb ndaj futbollistëve shqiptar. Në Serbi ka nisur të përhapet panik, ndërsa në Prag është ndeshja me Shqipërinë. Ditën e shtunë, nga Ministria e Brendshme serbe u njoftua se është arrestuar një shtetas shqiptar në kufirin e Merdarës pasi tentoi të kalonte fanella me simbole të UÇK-s, ndër të tjera. Federata Serbe e Futbollit ka publikuar së fundmi një njoftim, fillimisht e quan UÇK-n një organizatë terroriste, ndërsa më pas paralajmëron se askujt që nuk i korrespondon emri në bilet me mjetin e identifikimit nuk do të futet në stadium. Me rastin e njoftimit të Ministrisë së Brendshme të Republikës së Serbisë se para ndeshjes Serbi-Shqipëri, një person u përpoq të kontrabandonte bluza, flamuj dhe kapele me shenjat e organizatës terroriste UÇK, si dhe objekte të tjera të paautorizuara. Federata e Futbollit e Serbisë shpreh mbështetjen e plotë për autoritetet kompetente në zbatimin e të gjitha masave të sigurisë, thuhet në njoftimin e Federatës Serbe të Futbollit. Sipas tyre, ky rast konfirmon edhe një herë nivelin e rrezikut që shoqëron këtë ndeshje, për të cilën të gjitha masat e sigurisë do të zbatohen në mënyrë strikte dhe pa asnjë përjashtim. Biletat për ndeshjen janë të personalizuara në mënyrë strikte dhe nuk do të jetë mundur të hysh në stadium nëse emri në bilet nuk përputhet me dokumentin e identifikimit. Federata Serbe e Futbollit paralajmëron veçanërisht se në disa komuna të Serbisë Jugore ka interes për të blerë bileta të zeza. Në vijim, ata paralajmërojnë se çdo blerje e tillë do të thoshte humbje parash, sepse në atë mënyrë hyrja në stadium nuk do t'u lejohet. Për shkak të nivelit të lartë të kontrollit, të gjithë çakmakët, parat metalike dhe objektet e tjera të forta do të konfiskohen në hyrje të stadiumit dhe kontrolli do të kryhet në 2 pika. Prandaj, u bëjmë thirrje të gjithë tifozëve që kanë bileta të vlefshme të vinë më herët në mënyrë që të mund të marrin pjesë në fillimin e ndeshjes pa vonesë dhe në përputhje me rregullat. Theksohet mëtej në njoftim, siguria e lojtarëve, zyrtarëve, tifozëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në ndeshje është një përparësi absolute e Federatës së Futbollit të Serbisë dhe autoriteteve shtetërore. FSS-ja thotë se nuk do të lejojë që të ndodhë asgjë që do të rrezikonte zhvillimin e ndeshjes dhe në këtë mënyrë do të shkaktonte dëme konkurruese ose financiare për ekipin kombëtar, Unionin dhe shtetin e Serbisë. Të gjitha autoritetet e rendit dhe qetësisë do të reagojnë profesionalisht me vendosmëri dhe pavonesë ndaj çdo përpjekjeje për të shkaktuar një incident ose për të prishur rendin dhe qetësinë. Shoqata e futbollit të Serbisë falenderon të gjithë tifozët për mirëkuptimin dhe i fton ata që ta mbështesin ekipin e tyre kombëtar në sport me dinjitet dhe në frymën e lojës së ndershme, nënvizohet në njoftim.